Gjatë një fluturimi tranzit ndërkombëtar, një drejtor nga Tirana merr një telefonat tmerruese nga nëna e tij, e cila i kërkon ndihmë. Ajo është mbyllur brenda në një ngrirës nga nusja e tij dhe telefonata ndërpritet përpara se ai të mund të kuptojë gjithçka. I dëshpëruar, ai lë gjithçka për t'u kthyer me nxitim në Shqipëri dhe për të zbuluar një të vërtetë që ja ndryshon jetën përgjithmonë. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Vazhdojmë. Premtoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni në jetën tuaj. Salla e nisjeve të aeroportit të Vjenës gëlonte nga zëra në dhjetëra gjuhë të ndryshme. Biznesmen rregullonin kravatat ndërsa flisnin në telefon, turistë tërhiqnin valixhe plot ngjyra dhe familje vraponin mes portave të hipjes. Në mes të asaj turme ndërkombëtare, Ardian Krasniqi qëndronte i palvizur përballë panelit të fluturimeve, me sytë të ngulitur në shkronjat e ndriçuara që shpallnin destinacione në të gjithë botën. Ai e mbante celularin aq fort sa nyjet e gishtave ju zbardhën. Ekrani shfaqte vetëm një telefonat të përfunduar, por ato fjalë drithëruese ende i bënin jehon brenda tij si një klithmë e ngecur në fy. Ardian, biri im, kam kaq ftohtë. Ajo më mbylli këtu. Fiona më mbylli. Të lutem, më ndihmo. Zëri i zonjës Elena, nënës së tij, tingëllonte aq i brisht, aq i dëshpëruar, aq i largët. Dhe pastaj lidhja ishte ndërprerë. Thjesht ishte ndërprerë. Ai u përpoq të telefononte sërish menjëherë, por telefoni vetëm binte dhe askush nuk përgjigjej. Provoi telefonin fiks të shtëpisë, celularin e gruas së tij, madje edhe numrin e guvernantes që punonte me ta prej vitesh. Asgjë. Heshtje absolute nga ana tjetër e oqeanit, një heshtje që u lërinte më fort se çdo stuj. Ardiani ishte 43 vjeç, me flokë të zinj që kishin filluar të zbardheshin në tëmtha, me një trup atletik të dikujt që frekuentonte palestrën edhe me një agjend kaotike dhe me atë shikim të vendosur të një njeriu të mësuar të zgjidhte probleme. Ai ishte zëvendës president ekzekutiv i një multinacionale teknologjike, udhëtonte të paktën 15 ditë në muaj, negocionte kontrata milionere dhe kishte nën përgjegjësinë e tij më shumë se 2000 punonjës të shpërndarë në 3 kontinente. Ishte mësuar me kriza, me presione, me vendime që mund të kushtonin miliona në çështje sekondash. Por asgjë, absolutisht asgjë në karrierën e tij të shkëlqyer nuk e kishte përgatitur për atë moment. Ai ndjeu se këmbët po i dobësoheshin. Një burr pranë tij e shikoi me kurreshtje kur Ardiani u mbështet në banakun e informacionit, me fytyrën papritur të zbehë. Një punonjëse e kompanisë ajrore e pyeti në anglisht nëse ishte mirë, por ai mezi arriti të përgjigjej. Mendja e tij vraponte në 1000 drejtime të ndryshme, duke u përpjekur të përpunonte atë që sapo kishte dëgjuar. Fiona. Gruaja e tij Fiona kishte mbyllur nënën e tij diku. Ajo më mbylli këtu. Ku? Pse? Si? Fiona ishte gruaja e tij prej 7 vitesh. Ata ishin njohur në një event korporativ në Tiranë, ku ajo shkëlqente si një yll mes biznesmenëve dhe figurave të shoqërisë së lartë tiranase. Ajo ishte publiciste, e bukur, inteligjente, karizmatike, gjithmonë e patëmet në fustanet e saj firmato dhe me atë buzëqeshje që hapte dyrë në qarqet më ekskluzive të qytetit. Kur filluan të dilnin, Ardiani u ndje njeriu më me fat në bollë. Fiona ishte gjithçka që ai mendonte se i duhej, e sofistikuar, ambicioze, e integruar në mënyrë perfekte në botën korporative ku ai jetonte. Dasma ishte madhështore, kopertinë reviste, e festuar në klubin e kalorësisë pranë liçenit me më shumë se 300 të ftuar. Por kohët e fundit, veçanërisht pasi zonja Elena filloi të jetonte me ta pas largimit të parakohshëm të babait të Ardianit 2 vjet më parë, krisje të vogla filluan të shfaqeshin në atë fasadë të përsosur. Fiona ankohej vazhdimisht. Thoshte se shtëpia ishte bërë më e vogël, se nuk kishte më privatësi, se vjera ndërhynte në gjithçka. Ardiani gjithmonë përpiqej të ndërmjetësonte, i kërkonte durim gruas, premtonte se së shpejti do të gjente një zgjidhje. Por çfarë zgjidhjeje? Ta internonte nënën në një shtëpi pleqsh? Ta linte vetëm në një apartament, të vedhë dhe të brish? Ai nuk mund ta bënte këtë. Nuk mund ta braktiste gruan që e kishte rritur vetëm pasi babai i tij vdiq kur Ardiani ishte ende fëmijë, që kishte punuar në 3 punë për të siguruar që ai të studionte në një shkollë të mirë, që kishte sakrifikuar gjithë jetën e saj që i birit të kishte mundësitë që ajo kur nuk i pati.
Zonja Elena ishte 72 vjeç, me flokë tërësisht të bardhë, gjithmonë të mbledhur në një topuz delikat, duar të kallojzuara nga puna e rëndë gjatë gjithë jetës dhe një buzëqeshje të ndrojtur që i ndriçonte fytyrën e rrudhur. Ajo ishte e rezervuar, pothuajse kur nuk kërkonte asgjë, i kalonte ditët në bibliotekën e vilës duke lexuar romane të vjetra ose duke u kujdesur për orkidet në kopshtin e dimrit. Ardiani e dinte se nëna e tij ndiheje huaj në atë shtëpi të madhe në Lundër, se i mungonte thjeshtësia e apartamentit të vjetër në Tiranën e Re, por sa herë që ai sugjeronte ndryshime, zonja Elena këmbëngulte se ishte mirë, se nuk donte të pengonte, se tashmë kishte bezdisur mjaftueshëm. Tani, duke qëndruar në atë aeroport austriak me zemrën që i rrite fort dhe duart që i dridheshin, Ardiani ndiu një faj dërmues që po i ngjitej në fyll. Ai ishte gjithmonë duke udhëtuar. Gjithmonë mungonte. Gjithmonë shumë i zënë me takime, prezantime, darka biznesi. Kur ishte hera e fundit që kishte folur vërtet me nënën e tij? Kur ishte hera e fundit që ishte ulur pranë saj pa kontrolluar celularin çdo minutë? Kur ishte hera e fundit që kishte vënë re nëse ajo ishte mirë, nëse ishte e lumtur, nëse ishte e sigurt? Fjalët e saj u kthyen si therje. Ajo më mbylli këtu. E mbylli ku? Ai u përpoq të imagjinonte të gjitha dhomat e vilës. Qilarin? Bodrumin? Garderobën? Çdo mundësi ishte më e tmerrshme se e mëparshmja. Dhe i ftohti që ajo përmendi. Kam kaq ftohtë. Kjo nuk kishte kuptim. Ishte verë në Tiranë, temperaturat kalonin 30 gradë. Pse do të kishte ftohtë? Një mundësi e tmerrshme filloi të formohej në mendjen e tij, por ai e largoi menjëherë. Jo. Fiona kur nuk do të bënte diçka të tillë. Ajo mund të ishte e vështirë, kërkuese, ndonjëherë edhe mizore në fjalë, por kur nuk do të ishte në gjendje të lëndonte fizikisht dik. Kur? Duhet të kishte një shpjegim tjetër. Ndoshta nëna ishte konfuze, ndoshta ishte një keqkuptim, ndoshta ishte mbyllur aksidentalisht diku dhe kishte fajsuar Fionën gabimisht. Por zëri i saj nuk tingëllonte konfuz. Tingëllonte i tmerruar. Ardiani shikoi sërish panelin. Fluturimi i tij për në Dubai do të nisej pas 2 orësh. Atje, ai do të mbyllte kontratën më të madhe të karrierës së tij, një negociat që e kishte ndërtuar për 18 muaj dhe që do ta vendoste kompaninë e tij në krye të tregut aziatik. Shefi i tij, investitorët, të gjithë prisnin për atë nënshkrim. Anulimi tani do të ishte një katastrofë profesionale. Mund t'i kushtonte jo vetëm kontratën, por edhe pozicionin e tij në kompani. Por ai shikoi sërish celularin, atë telefonat të përfunduar dhe të gjitha konsideratat e tjera thjesht u zhdukën. Asgjë nga ato nuk kishte rëndësi. Absolutisht asgjë. Nëna e tij kishte nevojë për të. Nëna e tij që gjithmonë kishte qenë aty kur ai kishte nevojë, që kur nuk i kishte mohuar asgjë, që u plak duke punuar që ai të kishte një të ardhme më të mirë. Dhe tani ajo ishte në rrezik. Ajo kishte frikë. Ajo po kërkonte ndihmë. Ardiani futi celularin në xhep dhe eci me hapa të vendosur drejt banakut të kompanisë ajrore. E njëjta punonjëse që e kishte pyetur nëse ishte mirë e priti me një buzëqeshje profesionale. Dua të ndryshoj fluturimin tim, tha ai në anglisht me zërin të ngjirur. Dua të kthehem në Shqipëri. Menjëherë. Gruaja shtypi në kompjuter duke rrudhur vetullat. Zotëri, fluturimi i ardhshëm direkt për në Tiranë niset vetëm nesër në mëngjes. Por kemi një fluturim për në Rom pas 1 ore me lidhje për në Tiranë. Do të mbërinit rreth orës 10 të natës sipas orës lokale. Dua atë fluturim. Por ju keni një rezervim për në Dubai. Anuloni gjithçka. Dua fluturimin për në Tiranë. Tani. Ndërsa punonjësja përpunonte ndryshimet, Ardiani i dërgoi një mesazh të shpejt asistentit të tij duke anuluar të gjitha takimet e javës së ardhshme. Nuk dha shpjegime. Nuk kërkoi falje. Thjesht anuloi. Pastaj telefonoi shefin e tij, i cili u përgjigj në zilen e dytë me zërin entuziast. Ardian. A është gjithçka në rregull për nesër? Sheikët janë të paduruar. Nuk do të mund të vi, pali. Urgjencë familjare. Heshtje nga ana tjetër. Pastaj, zëri i shefit ndryshoi plotësisht tonin. Po bën shaka, apo jo? Ardian, kjo kontratë vlen $120 milion. Nuk mundesh thjesht
Është nëna ime, Pali. Ajo është në rrezik. Duhet të kthehem në shtëpi tani. Në rrezik? Çfarë lloj rreziku? Ardian bëhu i arsyeshëm. Mund ta zgjidhësh nga larg, të dërgosh dikë të verifikoj. Kjo mund të presë 2 ditë. Nuk mundet. Do të hedhësh poshtë gjithçka që kemi ndërtuar? E di se çfarë do të thotë kjo për karrierën tënde? Drejtuesit e tjerë do të kalojnë, Ardian. Do ta humbasësh këtë pozicion. Ardiani mbylli sytë. Një pjesë e tij e dinte se Pali kishte të drejtë. Një pjesë e tij e dinte se po bënte një vetvrasje profesionale. Por kur hapi sytë sërish, vendimi ishte marrë tashmë. Atëherë le të jetë kështu. Dërgo dikë tjetër në Dubai. Unë po shkoj në shtëpi. Dhe e mbylli telefonin. Orët e ardhshme ishin një mjegull ankthi dhe dëshpërimi. Ardiani hipi në fluturimin për në Rom, u ul në sediljen pranë dritares dhe mbeti duke parë red pa i parë vërtet. U përpoq të telefononte në shtëpi 10 herë, por askush nuk përgjigjej. I dërgoi mesazhe Fionës, guvernantes Sanie, madje edhe disa fqinjëve. Asgjë. Sikur e gjithë shtëpia të ishte zhdukur thjesht nga harta. Ai nuk mundi të hante asgjë gjatë fluturimin. Nuk mundi të flinte. Mbeti vetëm ulur aty, duke rishikuar në mendje çdo ndërveprim të fundit me Fionën, duke kërkuar shenja që i kishin shpëtuar, gjurmë se diçka nuk ishte në rregull. Dhe sa më shumë mendonte, aq më shumë gjëra fillonin të përputheshin në mënyra shqetësuese. Në muajt e fundit, sa herë që kthehej nga udhëtimi, zonja Elena dukej më e heshtur, më e tërhequr. Ishte ajo hera kur e gjeti duke qarë në kopsht dhe ajo tha se ishte vetëm malli për burrin. Ishte ajo hera kur vuri re një mavijosje në krahun e saj dhe Fiona shpjegoi se vjera ishte rrëzuar në shkallë. Ishte ajo hera kur Sanie, guvernantja, kërkoi të fliste me të privatisht dhe Fiona ndërhyri duke thënë se punonisja po pushohej nga puna për vjedhje. Ardiani nuk e vuri në dyshim. I besoi gruas së tij. E besoi atë. Tani, secila prej këtyre kujtimeve kthehej në një dritë tjetër, më të errët, më të frikshme. Po sikur të mos ishin rastësi? Po sikur të ishin shenja që ai injoroi sepse ishte shumë i zënë, shumë i rëndësishëm, shumë i largët? Ndalesa në Rom ishte torturuese. Ardiani eci nëpër terminal si një automat, bleu një kafe që nuk e piu, u ul përballë portës së hipjes dhe mbeti aty, i palvizur, duke numëruar minutat. Kur më në fund hipën në fluturimin për në Tiranë, ai ndjeu një lehtësim të çastit, por shpejt u zëvendësua nga një frikë edhe më e madhe. Çfarë do të gjente kur të arrinte në shtëpi? Ku ishte nëna e tij? A ishte ende gjallë? Fjala që ja kishte ndaluar vetes ta mendonte më në fund doli, e pashmangshme dhe e tmerrshme. Gjatë 9 orëve të fluturimit mbi Adriatik, Ardiani nuk e hoqi celularin nga modaliteti i fluturimit asnjëherë. E dinte se nuk do të kishte sinjal në mes të detit, por vazhdonte të shikonte ekranin e zi sikur ai mund t'i jepte përgjigje në mënyrë magjike. Pranë tij, një grua e re flinte e mbështetur në dritare. Në rreshtin përpara, një fëmijë shikonte filma vizatimor. Gjithçka kaq normale, kaq e përditshme, ndërsa bota e tij po shembej në heshtje në 10.000 metra lartësi. Ai mendoi për baban e tij. Albert Krasniqi kishte qenë një njeri i thjeshtë, mekanik me profesion, i cili kishte vdekur pa pritur nga një problem në zemër kur Ardiani ishte vetëm 8 vjeç. Nëna kishte mbetur vetëm me një fëmijë për të rritur, pa fakultet, pa shumë mundësi. Ajo qepte për të tjerët, bënte ëmbëlsira me porosi, jepte mësime private. Ardiani u rrit duke parë nënën të punonte deri vonë në mbrëmje, me sytë e kuq nga lodhja, por gjithmonë me atë buzëqeshje kur ai kthehej nga shkolla. Kur ai fitoi bursën për në universitet, zonja Elena qau nga lumturia. Kur ai mori punën e parë në multinacionale, ajo bëri një festë modeste në apartament dhe ftoi të gjithë fqinjët. Kur ai u martua me Fionën, ajo veshi fustanin më të bukur që kishte dhe kërceu në festë sikur të ishte personi më i lumtur në botë. Jam kaq krenare për ty, biri im, i kishte thënë atë natë, duke i mbajtur fytyrën mes duarve të kallojzuara. Ke arritur kaq larg. Babai yt do të ishte kaq krenar. Dhe si ja kishte kthyer ai gjithë këtë dashuri? Duke punuar gjithnjë e më shumë, duke udhëtuar gjithnjë e më shumë, duke u distancuar gjithnjë e më shumë. E vendosi karrierën mbi gjithçka. E la nënën vetëm në një shtëpi të çuditshme me një nuse që me sa duket e urrente.
I injoroi të gjitha shenjat sepse ishte më e lehtë, më e përshtatshme, më pak e komplikuar. Avioni më në fund preku tokën shqiptare në orën 10:15 të natës. Ardiani as nuk priti për valixhet. Vrapoi nëpër terminalin e Rinasit, kaloi doganën pa ndaluar, doli direkt në zonën e taksive. Shoferi ishte një zotëri simpatik që u përpoq të niste një bisedë për futbollin, por hoqi dorë kur kuptoi se pasagjeri as nuk po e dëgjonte. Ardiani vetëm përsëriste në mendje adresën Lundër, sikur thënia e emrit të vendit mund ta bënte makinën të ecte më shpejt. Trafiku në Unaz ishte më i lehtë se zakonisht për një ditë jave. Dritat e qytetit kalonin pranë dritares, tabela reklamash që shpallnin produkte që Ardiani nuk i shihte, njerëz në trotuare që jetonin jetët e tyre normale, ndërsa ai po kalonte maktin më të keq të imagjinueshëm. 40 minuta më vonë, taksia hyri në kompleksin luksos ku ndodhej shtëpia e tij. Roja i sigurisë e përshëndeti normalisht, pa asnjë shenjë se diçka nuk ishte në rregull. Rrugët me pemë të kompleksit ishin të qeta, të heshtura, çdo vilë e mbrojtur nga more të larta dhe kamera sigurie. Kur taksia ndaloi përballë portës së shtëpisë së tij, Ardiani i hodhi disa kartëmonedha shoferit pa pritur kusurin dhe praktikisht u hodh nga makina. Vila ishte e ndriçuar. Mund të shihte dritat e dhomës së ndenjes të ndezura, pishinën me atë ndriçim të kaltër, gjithçka me sa duket normale. Ndoshta kishte qenë një gabim. Ndoshta nëna ishte mirë. Ndoshta. Ai shtypi kodin në portën elektronike me gishta të dridhur. Porta rëshiti ngadalë, aq ngadalë. Ardiani nuk priti të përfundonte, kaloi nëpër hapësirën sapo u hap mjaftueshëm dhe vrapoi nëpër kopsh deri te dera kryesore. Përdori çelësin, e shtyu derën me forcë. Mami. Mami. Fiona u shfaq në krye të shkallëve, duke zbritur me atë elegancë të llogaritur që gjithmonë e karakterizonte. Ajo kishte veshur një komplet tutash të bardha, flokët biond të lidhur në një bisht kali, fytyrën pa grim. Duke e habitur, ose ndoshta po shtirej e habitur. Ardian? Çfarë po bën këtu? Nuk duhej të ishe në Dubai? Ku është nëna ime? Fiona zbriti edhe disa shkallë, shpreha e saj duke u kthyer në shqetësim. Nëna jote po pushon, i dashur. Ajo nuk u ndje mirë sot, e kaloi gjithë ditën në shtrat. Gënjeshtër. Ajo më telefonoi. Ajo tha se ti e mbyll diku. Fytyra e Fionës ndryshoi në mënyrë delikate. Një shkëndije diçkaje që Ardiani nuk arriti ta identifikonte, diçka që u zhduk aq shpejt sa ai pothuajse dyshoi se e kishte parë. Pastaj ajo pshertiu duke tundur kokën me një shprehje durimi të pafund. Ardian, nëna jote ka qenë shumë konfuze kohët e fundit. Ta kam thënë këtë. Ajo haron gjëra, përzien realitetin me imagjinatën. Sot në mëngjes këmbënguli se unë i kisha fshehur bishuterit, ndërkohë që ajo as nuk ka bishuteri me vlerë. Ishte një ditë e vështirë. Dua ta shoh atë. Tani. Ajo po fle, i dashur. Mori një qetësues. Më mirë ta lëm të pushoj. Por Ardiani tashmë po ngjiste shkallët duke injoruar protestat e Fionës. Kaloi pranë saj, përshkoi korridorin dhe shtyu derën e dhomës që e kishte dekoruar posaçërisht për nënën e tij kur ajo erdhi të jetonte me ta. Krevati ishte i rregulluar në mënyrë të patëmet, jastëkët të organizuar, por bosh. Plotësisht bosh. Ku është ajo, Fiona? Ku është nëna ime? Gruaja e tij e kishte ndjekur deri në dhomë. Ajo kryqëzoi krahët, shpreha duke u bërë më e ashpër. Të thash. Ajo po pushon. Në cilën dhomë? Në dhomën e saj. Kjo është dhoma e saj. Jo, i dashur. Sot ajo donte të flinte në dhomën e miqve. Ti e di si bëhet kur është konfuze. Ardiani doli nga dhoma dhe shkoi direkt në dhomën e miqve në fund të korridorit. Gjithashtu bosh. U kthye, e shikoi Fionën me një tërbim që nuk e kishte ndjer kur më parë në jetë. Do ta kthej përmbys këtë shtëpi nëse është e nevojshme. Do të kërkoj në çdo dhomë, në çdo garderobë, në çdo hapësirë. Dhe ti do të më thuash tani, në këtë moment të saktë, ku është nëna ime. Fiona e shikoi për një moment të gjatë. Dhe pastaj, për herë të parë që kur Ardiani kishte hyrë në shtëpi, ai pa frikë në sytë e saj. Frikë të vërtetë. Ajo është në spital, tha Fiona më në fund, me zë të ulët. Bota ndaloi. Në spital? Pse? Çfarë ka ndodhur?
Ishte një aksident, Ardian. Një aksident i tmerrshëm. Ardiani ndjeu se toka po i zhdukej nën këmbë. Fjala spital i bëri jehon brenda tij si një kamban mortore, e rëndë dhe përfundimtare. Ai shikoi Fionën, atë grua me të cilën kishte ndarë 7 vitet e fundit të jetës së tij, dhe papritur ajo dukej një e huaj e plodh. Një e huaj që e shikonte me një shprehje që përziente sfidë dhe diçka që mund të ishte pendes, ose ndoshta vetëm irritim që ishte zbuluar. Në cilin spital? Cilin spital, Fiona? Spitalin Amerikan. Ajo është atje që nga pasditja. Që nga pasditja? Dhe ti nuk e pe të nevojshme të më telefonoje? Të më njoftoje? Nëna ime është e shtruar në spital dhe ti thjesht. U përpoqa të telefonoja, Ardian. Zëri i Fionës u ngrit një oktav, duke marrë atë tonin e viktimës që ajo e përdorte aq mirë. U përpoqa disa herë, por ti nuk përgjigjeshe. Ishe në atë fluturimin tënd të rëndësishëm, në atë takimin tënd tepër të rëndësishëm që nuk mund të ndërpritej. Ardiani nxori celularin nga xhepi dhe kontrolloi historikun. Në të vërtetë, kishte 3 telefonata të humbura nga Fiona, të gjitha të bëra ndërsa ai ishte në avion midis Vienës dhe Romës, me telefonin në modalitetin e fluturimit. Por kjo nuk shpjegonte pse ajo nuk ishte përgjigjur kur ishte ai që u përpoq të telefononte. Nuk shpjegonte dëshpërimin në zërin e nënës së tij. Nuk shpjegonte absolutisht asgjë. Çfarë lloj aksidenti? Fjalët dolën mes dhëmbëve të shtrënguar. Fiona shmangu shikimin, duke e ngulitur atë në një pikë të pacaktuar të murit. Ajo mbeti e bllokuar në ngrirësin e qilarit. Nuk e di si ndodhi, por kur e gjeta ishte në gjendje hipotermie. E bllokuar në ngrirës? Ardiani ndjeu një të përzier që i ngjitej në fyt. Si mund të bllokohet dikush në një ngrirës? Nuk e di, Ardian. Nuk e pash si ndodhi. Kur zbrita për të kontrolluar pse nuk kishte ngrënë drek, e gjeta derën të mbyllur. Mu desh të thërrisja teknikun për ta hapur. Dhe rastësisht e dëgjove atë duke kërkuar ndihmë? Duke bërtitur? Duke goditur derën? Qilari është larg nga dhoma e ndenjes, ti e di këtë. Dhe unë isha në një videokonferencë me një klient. Shkova të kontrolloja vetëm kur Ardiani nuk priti të dëgjonte pjesën tjetër. U kthye dhe zbriti shkallët duke vrapuar, pothuajse u rrëzua në shkallët e fundit. Fiona bërtiti diçka pas tij, por ai tashmë ishte në garazh duke hyrë në makinën e tij. Motori i BM-s zhurmoi kur ai e rrotulloi Chelsea me shumë forcë, duke bërë që gomat të kërcisnin në mermer ndërsa përshpejtonte drejt portës automatike. Qyteti ishte më i gjallë tani, jeta e natës e Tiranës në kulmin e saj, edhe pse ishte e hënë. Makina kalonin nëpër bulevarde, bare plot me njerëz që qeshnin dhe pinin, tabela të ndriçuara që shpallnin koncerte dhe evente. Ardiani i përshkoi të gjitha ato sikur të ishte në një tunel, duke parë vetëm rrugën përpara, dritat e makinave të tjera të turbulluara nga lotët që ai refuzonte t'i linte të binin. Rruga deri në spitalin Amerikan zgjati 20 minuta që u dukën si 20 orë. Ai parkoi në mënyrë të çrregullt në një vend të rezervuar për mjekët, as nuk i bëri përshtypje kur roja i sigurisë bërtiti se nuk mund të ndalonte aty. Hyri duke vrapuar nëpër hallin kryesor, kaloi pranë recepcionistëve që u përpoqën ta ndalonin, shkoi direkt te banaku i informacionit. Elena Krasniqi. Ku është ajo? Cila dhomë? Punonisja shtypi në kompjuter me atë qetësi profesionale që Ardianin gati e çmendi nga padurimi. Zonja Elena Krasniqi është pranuar në orën 15:30. Ajo është në repartin e kujdesit special, dhoma 312. Ardiani as nuk e falenderoi. Vrapoi drejt ashensorëve, shtypi butonin e katit të tretë vazhdimisht sikur kjo mund ta bënte kabinën të arrinte më shpejt. Kur dyert më në fund u hapën në katin e duhur, ai doli para se ato të mbaronin së hapuri, duke u përplasur me një infermiere që mbante një tabaka me ilaçe. Më falni, ndjes. Ai kaloi nëpër dyert e 2 fishtat të repartit special, duke kërkuar me ethe numrat e dhomave. 302, 304, 308. Kur arriti te 312, hezitoi për herë të parë. Dera ishte gjysmë e hapur, një dritë e butë vinte nga brenda. Ai mund të dëgjonte tingullin e rregullt të monitorëve, atë zhurmë karakteristike të spitaleve që gjithmonë i shkaktonte drithërima. Ardiani e shtyu derën ngadalë.
Zonja Elena ishte shtrirë në krevat, aq e vogël nën çarçafet e bardhë sa dukej sikur ishte të kurrur. Fije dhe tuba lidhnin trupin e saj me monitoret pranë krevatit. Serumi pikonte ngadalë në një vend të krahut të majë. Flokët e bardhë, normalisht të mbledhur në atë topuz të rregullt, ishin të lëshuar dhe të çrregullt mbi jastër. Por ajo që e tronditi më shumë Ardianin ishte fytyra e nënës së tij. Ishte e zbehtë, aq e zbehtë sa dukej si dylli. Buzët kishin një nuancë lehtësisht të kaltër. Kishte njolla të errëta nën sytë e mbyllur. Mami. Fjala doli si një përshpëritje e mbytur. Ai u afrua te krevati, i kapi dorën me delikatesë. Ishte e akullt, shumë më e ftohtë se sa duhej të ishte. Ardiani u ul në karrigen pranë krevatit, e mbajti atë dorë të brishtë mes të tijave dhe më në fund lejoi që lotët të binin. Më fal, mami. Më fal që nuk isha këtu. Më fal që nuk të mbrojta. Më fal. Ai nuk e dinte sa kohë qëndroi aty, duke i mbajtur dorën, duke vëzhguar gjoksin të ngrihej dhe të ulej në lëvizje të ngadalta dhe të rregullta. Dera e dhomës u hap dhe një mjeke e re hyri, e veshur me bluzë të bardhë dhe me një tablet në dorë. Ajo kishte sy të mirë dhe një buzëqeshje të butë që përpiqej të ishte ngushëlluese. Zoti Krasniqi? Jam doktoresha Besa Hoxha, përgjegjëse për rastin e nënës suaj. Ardiani u ngrit menjëherë. Si është ajo? Çfarë ka ndodhur? A do të bëhet mirë? Mjekja i bëri shenjë që të dilte nga dhoma. Le të flasim në korridor për të mos e shqetësuar. Ata ecën deri në një dhomë të vogël pritjeje të zbrazët në fund të korridorit. Doktoresha Besa u ul dhe i tregoi Ardianit të bënte të njëjtën gjë, por ai nuk mundej. Qëndroi në këmbë, me krahët e kryqëzuar, i gjithë trupi i tensionuar duke pritur verdiktin. Nëna juaj mbërriti këtu në gjendje hipotermie të moderuar. Temperatura e trupit të saj ishte 32 gradë, kur normalja është 37. Ajo gjithashtu paraqiste shenja dehidratimit të rënd dhe ishte në gjendje gjysmë të ndërgjegjshme. Fatmirësisht, arritëm ta stabilizonim. Ajo është jashtë rrezikut. Ardiani ndjeu se gjunjët po i dobësoheshin nga lehtësimi. Faleminderit Zotit. Kur do të zgjohet? Ndoshta në orët e ardhshme. I dham qetësues të lehtë që trupi i saj të mund të rikuperohej pas stres shtesë. Doktoresha bëri një pauzë, duke parë tabletën sikur po zgjidhte me kujdes fjalët e ardhshme. Zoti Krasniqi, duhet t'ju bëj disa pyetje rreth rrethanave që e çuan nënën tuaj në këtë gjendje. Gruaja ime tha se ishte një aksident. Se ajo mbeti e bllokuar në ngrirësin e qilarit. Dhe ju e besoni këtë? Pyetja e kapi Ardianin në befasi. Ai e shikoi mjeken, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë po sugjeronte ajo. Pse nuk do ta besoja? Doktoresha Besa pshertiu. Sepse, përveç hipotermis, gjetëm shenja të tjera shqetësuese gjatë ekzaminimit fizik. Nëna juaj është dukshëm në mpesh për moshën dhe gjatësinë e saj. Kam aviosje në faza të ndryshme, shërimi në krah dhe në shpinë, disa të reja, disa të vjetra. Thonjtë e saj tregojnë shenja të mungesës së zgjatur të ushqimit. Dhe ka shenja në kyçet e duarve që përputhen me një lloj lidhjeje. Ardiani ndjeu gjakun t'i ngri në vena. Çfarë po thua? Po them se shenjat që kemi vërejtur janë në përputhje me neglizhencën dhe abuzimin e mundshëm të një personi të moshuar, Zoti Krasniqi. Nuk mund ta them me siguri, por detyra ime si mjeke është të raportoj këto dyshime tek autoritetet kompetente. Tashmë kam njoftuar punonjësen ton sociale për të vlerësuar rastin. Abuzim? Ardianit ju desh të mbështetej në murfjalet e mjekes, dukej se vinin nga shumë larg, duke kaluar nëpër një mjegull të dendur. Po thua se dikush po e lëndonte nënën time? Në shtëpinë time? Është një mundësi që duhet hetuar. Zoti Krasniqi, kur ishte hera e fundit që e keni parë nënën tuaj personalisht? Ardiani u përpoq të kujtohej. Udhëtimi i tij i fundit kishte filluar sa kohë më parë? 2 javë? 3? Dhe para kësaj, ai mezi qëndronte në shtëpi. Gjithmonë kishte një darkë biznesi, një prezantim për të përgatitur, një telekonferencë ndërkombëtare. Edhe kur ishte fizikisht i pranishëm, mendja e tij ishte gjithmonë diku tjetër, duke zgjidhur probleme pune. Disa javë. Pranimi doli i dhimbshëm si një cifël xhami.
Doktoresha Besa nuk e gjykoi, të paktën jo hapur, por Ardiani ndjeu peshën e gjykimit mbi veten e tij. Si nuk e kishte vënë re? Si e kishte lejuar këtë të ndodhte nën çatin e tij? Punonisja sociale do të dëshiroj të flas me ju dhe gjithashtu, kur ajo të zgjohet me nënën tuaj. Ndërkohë, nëna juaj do të qëndrojë nën vëzhgim këtu në spital. Dua të sigurohem që ajo është plotësisht e rikuperuar para se të konsiderojmë daljen. Sa kohë qëndroi ajo në atë ngrirës? Bazuar në ashpërsinë e hipotermisë dhe përgjigjen e organizmit, vlerësoj se midis 4 dhe 6 orë. 4 deri në 6 orë. Ardiani mbylli syt, duke u përpjekur të mos imagjinonte tmerrin që duhet të ketë ndjerë nëna e tij. Të ftohtin therrës. Errësirën. Dëshpërimin e të bërtiturit pa ardhur askush. Sigurim në rritje se do të vdiste aty vetëm e harruar. A do të ketë pasoja? Është herët për të thënë. Hipotermia mund të ketë disa efekte afatgjata, veçanërisht te njerëzit e moshuar. Por ajo u trajtua në kohë. Do ta monitorojmë nga afër. Mjekja u ngrit, i vuri një dorë në shpatull Ardianit në një gjest ngushëllimi. E di që është e vështirë të përpunosh gjithë këtë. Por nëna jote është gjallë dhe është e sigurt tani. Do të kujdesemi për të. Dhe do të zbulojmë se çfarë ka ndodhur vërtet. Pasi doktoresha doli, Ardiani u kthye në dhomë. Tërhoqi karrigen më afër krevatit dhe u kthye të mbante dorën e nënës së tij. Ai vëzhgoi fytyrën e saj duke kërkuar shenjat e keqtrajtimeve që mjekja kishte përmendur. Si nuk i kishte parë më parë. Mavjosjet, humbja e peshës, mënyra se si ajo të kurrej sa herë që Fiona hynte në dhomë. Të gjitha shenjat ishin aty duke i bërtitur në fytyrë, por ai ishte shumë i zënë, shumë i rëndësishëm, shumë i munguar për t'i vënë re. Orët kaluan ngadalë. Infermierët hynin periodikisht për të kontrolluar shenjat jetësore, për të shënuar informacione në dosje, për të rregulluar pikimin e serumit. Ardiani nuk doli nga dhoma as për një minutë. Rreth orës 3 të mëngjesit, ai ndjeu dorën që mbante të lëvizte lehtë. Sytë e zonjës Elena u hapën ngadalë, ende të turbullt nga qetësuesi. Ardian? Zëri ishte aq i dobët sa ai pothuajse nuk e dëgjoi. Jam këtu, mami. Jam këtu. Ajo u përpoq të buzëqeshte, por përpjekja dukej se e konsumoi. U ktheve. Sigurisht që u ktheva. Ti më telefonove, e mban mend? Më kërkove ndihmë. Sytë e saj u mbushën me lodh. Kisha kaq frikë. Kaq ftohtë. Mendova se do të vdisja aty. Nuk do të vdesësh, mami. Ti je e sigurt tani. Jam këtu dhe nuk do të lejoj askëm të lëndoj kurrë më. Zonja Elena mbylli sytë sërish, lotët i rridhnin në përtëmtha. Ishte ajo, Ardian. Fiona. Ajo më mbylli atje me qëllim. Pse, mami? Pse do ta bënte këtë? Sepse unë pash. Pash se çfarë po bënte. Çfarë pe? Por zonja Elena tashmë ishte kthyer të flinte, e raskapitur nga biseda e shkurtër. Ardiani mbeti ulur aty, mendja i gëlonte nga pyetjet. Çfarë kishte parë nëna e tij? Çfarë sekreti po fshihte Fiona që do ta çonte të bënte diçka kaq të tmerrshme? Dita zbardhi gri mbi Tiranë. Ardiani vëzhgoi dritën e butë të mëngjesit që hynte nga dritarja e dhomës, duke ndriçuar fytyrën e nënës së tij. Ai nuk kishte fjetur as një minutë, por nuk ndjente lodhje. Ndjente vetëm një zemërim të ftohtë dhe kristalor që rritej brenda tij. Rreth orës 9 të mëngjesit, një grua rreth të 50-tave hyri në dhomë. Ajo kishte flokë të shkurtër gështenjë, mbante syze me skelet me ngjyra dhe mbante një dosje lëkure. Mënyra e saj ishte njëkohësisht profesionale dhe mikpritëse. Zoti Krasniqi? Jam Mariana Leka, punonjëse sociale e spitalit. Doktoresha Besa më kërkoi të vlerësoja rastin e nënës suaj. Ata biseduan sërish në korridor. Mariana bëri pyetje të detajuara rreth rutinës së zonjës Elena, rreth kujt kujdesej për të, rreth ndryshimeve në sjellje që Ardiani mund të kishte vënë re. Ai u përgjigj me ndershmëri brutale, duke pranuar neglizhencën e tij, udhëtimet e vazhdueshme, mungesën e tij. Zoti Krasniqi, nuk jam këtu për t'ju gjykuar, tha Mariana butësisht. Jam këtu për të mbrojtur nënën tuaj. Dhe bazuar në atë që doktoresha Besa vërejti dhe në atë që ju po më tregoni, besoj se nëna juaj ka qenë viktimë e abuzimit sistematik.
Ky është një krim i rëndë. Çfarë të bëj? Si ta mbroj atë? Së pari, nëna juaj nuk mund të kthehet në atë shtëpi ndërsa gruaja juaj është atje. Së dyti, ju rekomandoj fuqimisht të kërkoni këshillim ligjor. Ka masa mbrojtëse që mund të kërkohen. Dhe së treti, kur nëna juaj të jetë në gjendje, do të më duhet të flas me të për të kuptuar më mirë se çfarë ka ndodhur. Ajo tashmë ma ka thënë. Ishte gruaja ime që e mbylli në ngrirës. Mariana shënoi diçka në dosje. Do ta përfshi këtë në raportin tim. Por do të duhen më shumë prova, zoti Krasniqi. Fjala e nënës suaj kundër asaj të gruas suaj mund të mos jetë e mjaftueshme, veçanërisht nëse gruaja juaj punson avokat të mirë. Atëherë çfarë më duhet? Dëshmi. Dëshmitar. Dokumentacion. Çdo gjë që mund të mbështesë versionin e nënës suaj. Kur Mariana doli, Ardiani mbeti aty në korridor duke menduar. Dëshmi. Dëshmitar. Shtëpia e tij kishte kamera sigurie, por Fiona kontrollonte sistemin. Sanie, guvernantja, ishte pushuar nga puna, por ndoshta mund të dëshmonte. Kishte fqinjet, punonjësit e tjerë që kishin punuar në shtëpi gjatë viteve. Ai nxori celularin dhe telefonoi zyrën e avokatisë që ofronte shërbime për kompaninë e tij. Kërkoi të fliste direkt me partneren senjore Dr. Pavlina Gashi, një grua 60 vjeçare e njohur për egërsinë e saj në çështjet që mbronte. Ardian? Çfarë surprize? Dëgjova se anuluat Dubajin. Gjithçka në rregull? Jo, Pavlina. Asgjë nuk është në rregull. Kam nevojë për ndihmë. Ndihmë urgjente. Ai I shpjegoi situatën në vija të përgjithshme, duke u përpjekur ta mbante zërin të qëndrueshëm, por duke e ndjerë të thyej në disa momente. Pavlina e dëgjoi në heshtje, duke bërë pyetje të sakta, mendja e saj juridike tashmë duke punuar mbi mundësi. Ardian, kjo është shumë serioze. Po flasim për krimin e torturës, keqtrajtimit të personit të moshuar, tentativë të mundshme vrasjeje. Gruaja jote mund të marrë dekada burg nëse arrijmë ta provojmë. Mund të më ndihmosh? Mundem dhe do ta bëj. Por duhet të kuptosh diçka, Fiona është e njohur, e admiruar, ka lidhje sociale të rëndësishme. Ajo do të mbrohet me gjithçka që ka. Kjo do të bëhet e shëmtuar, Ardian. Shumë e shëmtuar. Nuk më intereson. Ajo pothuajse vrau nënën time. Atëherë le të shkojmë në luftë. Do të vi në spital tani për të filluar ndërtimin e çështjes. Dhe Ardian? Mos fol më me gruan tënde pa dëshmitar ose avokat të pranishëm. Çdo gjë që thua mund të përdoret kundër teje ose kundër nënës tënde. Kur Ardiani e mbylli telefonin, u ndje çuditërisht I lehtësuar. Për herë të parë në gati 24 orë, ndjeu se kishte një farë kontrolli mbi situatën. Nuk ishte më vetëm një djalë I dëshpëruar. Tani kishte një plan, kishte aleat, kishte një rrugë përpara. U kthye në dhomë dhe e gjeti zonjën Elena zgjuar duke parë nga dritarja. Ajo e ktheu fytyrën kur dëgjoi hapat e tij dhe Ardiani pa diçka në sytë e saj që nuk e kishte parë kurrë më parë. Ishte frikë, por ishte edhe shpresë. Shpresë se këtë herë dikush do ta besonte. Se këtë herë ajo nuk do të ishte vetëm. Mami, do t'i bëj të gjitha si duhet këtë herë. Premtoj. Ti kurrë më nuk do të kesh nevojë të kesh frikë. Zonja Elena I zgjati dorën dhe Ardiani e kapi. Gjithmonë e kam ditur se do të vije, bir. Gjithmonë e kam ditur. Dhe aty, në atë dhomë spitali, në dritën e zbehtë të mëngjesit, Ardiani bëri një betim të heshtur. Nuk kishte rëndësi se çfarë do të kushtonte, nuk kishte rëndësi sa kohë do të duhej, ai do të siguronte që drejtësia të vijej në vend. Dhe që Fiona të paguante për çdo moment vuajtjeje që I kishte shkaktuar nënës së tij. Lufta sapo kishte filluar. Dr. Pavlina Gashi mbërriti në spitalin amerikan 2 orë pas telefonatës së Ardianit. Ajo ishte një grua imponuese, me flokë të thinjur të krejur prapa në një topuz elegant, e veshur me një kostum blu të errët të patëmet dhe mbante një çantë lëkure që kishte parë shumë betejë gjyqësore. Pavlina kishte reputacionin se ishte e pamëshirshme kur mbronte klientët e saj, por ishte gjithashtu e njohur për empatinë e saj të sinqertë në rastet që përfshinin viktima të cenueshme. Ardiani e njihte prej vitesh që kur ajo kishte filluar të ofronte këshillim ligjor për multinacionalen ku ai punonte. Nëse kishte dikë tek I cili ai mund të besonte në këtë moment, ishte ajo.
Ata u takuan në të njëjtën dhomë pritjeje ku Ardiani kishte biseduar me doktoreshën Besa disa orë më parë. Pavlina u ul, kryqëzoi këmbët me elegancë dhe hapi çantën, duke nxjerrë një blok shënimesh dhe një stilolaps. Ardian, para se të fillojmë, dua që të kuptosh dimensionin e asaj me të cilën po përballemi, tha ajo, me zërin të fortë por të butë. Fiona nuk është një person i zakonshëm. Ajo ka një imazh publik të patëmet, merr pjesë në evente bamirësie, është një figurë e njohur, ka miq me ndikim në shoqërinë tiranase. Kur kjo të bëhet publike dhe do të bëhet, ajo do të ketë burime për të mbrojtur në mënyrë shumë agresive. Nuk më interesojnë burimet që ajo ka. Ajo pothuajse vrau nënën time. E di. Dhe pikërisht për këtë duhet të jemi strategjik dhe të përpikt. Një hap i gabuar mund të shkatërrojë të gjithë çështjen. Pavlina klikoi stilolapsin duke u përgatitur të shënonte. Le të fillojmë nga fillimi. Më trego gjithçka që kur nëna jote erdhi të jetonte me ju. Ardiani kaloi orën e ardhshme duke rrëfyer në detaje 2 vitet e fundit. Foli për vdekjen e babait, për mënyrën se si zonja Elena ishte ndjerë e humbur në apartamentin bosh në Tiranën e Re, për vendimin për ta sjellë të jetonte në vilën në Lundër. Foli për mënyrën se si Fiona reagoi fillimisht duke u shtirur entuziaste, por duke lëshuar komente gjithnjë e mëtherse për humbjen e privatësisë së saj. Foli për udhëtimet e vazhdueshme, për mënyrën se si u largua pa e kuptuar, për të gjitha shenjat që injoroi. Pavlina dëgjonte me vëmendje, duke shënuar pika të rëndësishme. Dhe punonjësit? Sa njerëz punojnë në shtëpi? Kishim 3. Sanien, guvernanten, që punonte me ne që para se të vinte nëna ime. Kishte gjithashtu kopshtarin, Osmanin, që vinte 2 herë në javë. Dhe Klaudian, që bënte pastrimin e thellë 3 herë në javë. Dhe kishim. Të gjithë u pushuan nga puna? Sania u pushua rreth 4 muaj më parë. Fiona tha se ajo po vinte, por tani mendoj se ishte sepse Sania duhet të ketë parë diçka. Osmani ndaloi se ardhuri 2 muaj më parë, kur nuk e kuptova saktësisht pse. Vetëm Klaudia punon ende atje. Pavlina nënvizoi diçka në shënimet e saj. Sania dhe Osmani janë vendimtarë. Duhet t'i gjejmë dhe të dëgjojmë se çfarë kanë për të thënë. I ke kontaktet e tyre? Kam atë të Sanijes. Të Osmanit nuk e di, por mund ta gjej. Shkëlqyeshëm. Do të caktoj një hetues privat për t'i lokalizuar dhe për të biseduar. Duhet ta bëjmë këtë shpejt, para se Fiona të përpiqet të arrijë tek ata e para. Pavlina ktheu faqen. Dhe për sistemin e sigurisë së shtëpisë? Keni kamera? Po, disa. Në hyrje, në dhomën e ndenjes, në kopsht, në kuzhinë. Fiona i instaloi, tha se ishte për sigurinë tonë pasi kishte pasur vjedhje në kompleks. Syt e Pavlinës shkëlqyen. Kjo mund të jetë shpëtimi ynë. Regjistrimet ndoshta janë të ruajtura në ndonjë server ose në cloud. Nëse arrijmë të kemi akses tek ato para se të fshihen, do të kemi prova vizuale të asaj që ka ndodhur. Por Fiona kontrollon sistemin. Ajo mund t'i ketë fshirë tashmë të gjitha. Ndoshta. Por sistemet moderne të sigurisë zakonisht kanë kopje rezervë automatike. Dhe fshirja e skedarëve digjital nuk do të thotë shkatërrimi i tyre i plot. Një teknik i mirë forenzik mund të rikuperojë shumë gjëra. Pavlina mbylli bllokun. Do të më duhet një urdhër gjykate për të pasur akses në këto regjistrime. Për këtë duhet të flas me nënën tënde. A është ajo në gjendje të bisedoj? Është zgjuar, por ende shumë e dobët. Do të përpiqem të jem e shkurtër. Ata hynë në dhomë së bashku. Zonja Elena ishte ulur në krevat, e mbështetur në jastëk, duke pirë një supë që infermierja ja kishte sjellë. Ajo dukej pak më mirë se natën e kaluar, me më shumë ngjyrë në fytyrë, por ende jashtëzakonisht e brish. Kur pa Ardianin të hynte me një grua të panjohur, sytë e saj u zmadhuan me një shkëndij frike. Qetësohu, mami. Kjo është Dr. Pavlina, avokate. Ajo do të na ndihmojë. Pavlina u afrua ngadalë, duke respektuar hapësirën e zonjës Elena. U ul në karrigen pranë krevatit dhe foli me zë të butë, pothuajse amësor. Zonja Elena, e di që keni kaluar diçka të tmerrshme. Duhet të jetë shumë e vështirë të flisni për këtë. Por që unë të mund t'ju mbroj dhe të siguroj që kjo të mos ndodh kur më, kam nevojë që të më tregoni se çfarë ndodhi dje. Mund ta bëni këtë?
Zonja Elena shikoi Ardianin, I cili I bëri me kokë inkurajuese. Pastaj ajo mori frym thellë dhe filloi të fliste, zëri I dridhej por ishte I vendosur. Fiona ka qenë gjithmonë e ftohtë me mua. Që ditën e parë që shkela në atë shtëpi, ndjeva se nuk isha e mirë pritur. Por në fillim ajo e maskonte, shtirej sikur ishte e sjellshme kur Ardiani ishte pranë. Pasi ai filloi të udhëtonte më shumë, ajo ndaloi së shtiruri. Çfarë lloj gjërash bënte ajo? Në fillim ishin vetëm fjalë. Thoshte se isha një barë, se po I prishja jetën, se duhej të kisha shkuar në një azil. Unë përpiqesha të bëhesha e padukshme, të qëndroja në dhomën time, të mos bezdisja. Por kur nuk ishte mjaftueshëm. Lotët filluan t'i rridhnin. Pastaj ajo filloi të më fshinte ushimin. Unë shkoja për të ngrënë darkë dhe ajo thoshte se unë tashmë kisha ngrënë, se po bëhesha konfuze. Herë të tjera më mbyllte në dhomë për orë të tëra, duke thënë se ishte për të mirën time, se isha e rrezikshme. Ardiani ndjeu zemrën t'i coptoi. Mami, pse nuk më the kur? U përpoqa, birë. Por ti ishe gjithmonë I zënë, gjithmonë duke vrapuar, gjithmonë me atë telefon në dorë. Dhe kur unë filloja të flisja, Fiona shfaqej dhe ndryshonte temën, ose shpikte se unë isha konfuze, se po harroja gjërat. Ti gjithmonë e besoje atë. Faji e therte Ardianin si një te. Ajo kishte të drejtë. Ai gjithmonë I kishte besuar Fionës. Gjithmonë kishte qenë më e lehtë të besonte se nëna po plakej dhe po humbiste kujtesën se sa të përballej me mundësinë se gruaja e tij mund të ishte mizore. Pavlina vazhdoi butësisht. Dhe dje, zonja Elena? Çfarë ndodhi dje? Zonja Elena mbylli sytë, sikur po mblidhte guxim. Isha në dhomën time në mëngjes kur dëgjova zëra të çuditshëm që vinin nga zyra e Ardianit. Zbritja për të parë dhe dëgjova Fionën duke folur në telefon. Ajo po diskutonte përpara, për llogari bankare, për mënyrën se si do të arrinte të kishte akses në gjithçka sapo të më hiqte qafe mua. Ajo tha se unë isha e vetmja gjë që po pengonte planet e saj. Ajo të pa duke dëgjuar? Po. Kur mbarova së dëgjuari, u ktheva për të ikur dhe ajo ishte te dera, duke më ngulur sy. Sytë e saj, doktoresh, kur nuk kam parë aq shumë urrejtje. Ajo erdhi tek unë, më kapi nga krahu dhe më tërhoqi zvarr deri në kuzhinë. Unë u përpoqa të rezistoja, por ajo është shumë më e fortë. Më shtyu brenda në ngrirësin e qilarit dhe e mbylli derën nga jashtë. Bërtite? Kërkove ndihmë? Bërtita derisa më iku zëri. Godita derën derisa duart mu plagosën. Por qilari është I izoluar, askush nuk dëgjon asgjë nga atje. Dhe Fiona e kishte dërguar Klaudian në shtëpi më herët, duke I thënë se nuk do të kishte nevojë për ta atë ditë. Zonja Elena qau me dënesë. Qëndrova atje në errësirë, I ftohti më priste si thika. Humba nocionin e kohës. Mendova se do të vdisja. Pastaj mu kujtua se kisha celularin në xhepin e xhaketës. Arrita të telefonoja Ardianin. Dhe pasi telefonove? Nuk e di. Mendoj se më ra të fikët. Gjëja tjetër që mbaj mend është se isha në një ambulancë. Pavlina shënonte me furi. Zonja Elena, a keni dikë tjetër që mund t'i konfirmoj këto agresione? Dikush që mund të ketë parë diçka? Sania e dinte. Prandaj Fiona e pushoi nga puna. Sania u përpoq të më mbronte disa herë, qëndronte me mua kur Ardiani udhëtonte. Por pastaj Fiona shpiku atë historinë e vjedhjes dhe e dërgoi larg. Do ta gjej Sanien, premtoi Pavlina. Dhe do të bëj që historia juaj të dëgjohet, zonja Elena. Ju keni qenë shumë guximtare që treguat gjithë këtë. Pasi dolën nga dhoma, Pavlina u kthye nga Ardiani me një shprehje serioze. Çështja jote është solide, por e komplikuar. Do të hartoj një kërkesë për urdhër mbrojtjeje urgjente për nënën tënde dhe një urdhër kontrolli dhe sekuestrimi për regjistrimet e kamerave. Gjithashtu do të kërkoj largimin e menjëhershëm të Fionës nga banesa. Por Ardian, duhet të jesh I përgatitur. Kur ajo t'i marrë këto njoftime, do të reagoj. Dhe mund të mos jetë e bukur. Le të reagoj. Dua që ajo të tregoj se kush është në të vërtetë. Pavlina I vuri dorën në shpatull. Do të caktoj Eduard Shrelin, hetuesin ton më të mirë privat, për të gjurmuar Sanien dhe Osmanin.
Gjithashtu do t'i kërkoj të hetoj historikun e Fionës, të kërkoj raste të tjera, punë të tjera, çdo gjë që mund të tregoj një model sjelljeje. Mendon se ajo e ka bërë këtë më parë? Njerëzit që kryejnë këtë lloj abuzimi rrallëherë fillojnë nga asgjëja. Zakonisht ka një histori. Në 48 orët e ardhshme, jeta e Ardianit u kthye në një vorbull takimesh me avokat, bisedash me hetues dhe vigjiljesh pranë krevatit të nënës së tij. Ai nuk u kthye në shtëpi. Nuk foli me Fionën. Mori me qira një dhomë në hotelin fqinj me spitalin dhe bënte me radhë midis gjumit për disa orë dhe të qenit i pranishëm për zonjën Elena. Eduard Shreli, hetuesi privat, ishte një burr rreth të 50-tave, tullac, i veshur gjithmonë me xhinse dhe xhaketë lëkure, me një shikim depërtues që dukej se i lexonte njerëzit si libra të hapur. Ai punoi me efikasitet mbresëlënës. Në më pak se 24 orë e kishte lokalizuar Sanien. Ish guvernantja jetonte në një shtëpi të thjeshtë në Laprak, në periferi të Tiranës. Kur Eduardi dhe Ardiani u shfaqën në derën e saj, Sania hapi dhe menjëherë filloi të qante kur pa Ardianin. Zoti Ardian. Faleminderit Zotit që erdhët. Isha kaq e shqetësuar për zonjën Elena. Ata u ulën në dhomën e vogël të ndenjes, ku Sania shërbeu kafe dhe tregoi historinë e saj mes lotësh dhe dënesash. U përpoqa ta mbroja, u përpoqa vërtet. Por zonja Fiona ishte shumë e zgjuar. Bënte gjërat më të këqija kur e dinte se askush nuk po shikonte. Unë i shija shenjat, e shija zonjën Elena gjithnjë e më të dobët, më të frikësuar. U përpoqa të flisja me ju një herë, e mbani mend? Por zonja Fiona u shfaq dhe shpiku atë historinë se po vidhja bishuteri. Bishuteri që as nuk ekzistonin. Pse nuk shkove në polici? Dhe kush do të më besonte mua kundër një gruaje të pasur dhe të famshme si zonja Fiona? Një pastruese e thjeshtë. Më duheshin parat e dëm shpërblimit për të kujdesur për nënën time që është e sëmur. Por kur nuk ndalova së shqetësuari për zonjën Elena. Kur? Eduardi regjistroi të gjithë dëshminë e saj. Gjithashtu arriti të kontaktonte Osmanin, kopshtarin, i cili konfirmoi se kishte qenë dëshmitar i disa episodeve të çuditshme. Njëherë, e pa Fionën duke e shtyrë me forcë zonjën Elena në kopsht. Njëherë tjetër dëgjoi britma që vinin nga brenda shtëpisë. Por Osmani, si Sania, kishte frikë të konfrontohej me një grua kaq të fuqishme. Njerëzit kanë frikë të pozicionohen kundër të pasurve, i tha Eduardi Ardianit ndërsa ktheheshin me makinë nga lagjja e Osmanit. Por tani kemi 2 dëshmitar të gatshëm të dëshmojnë. Kjo ndryshon gjithçka. Kthesa vendimtare erdhi në ditën e 3. Eduardi, duke përdorur kontaktet e tij në fushën e teknologjisë, arriti të gjurmonte sistemin e sigurisë së shtëpisë përmes një tekniku që kishte bërë instalimin origjinal. Kamerat, siç kishte dyshuar Pavlina, kishin kopje rezervë automatike në cloud. Fiona mund të kishte fshirë regjistrimet lokale, por kopjet në cloud ishin ende atje, të mbrojtura me një fjalëkalim që tekniku arriti ta rikuperonte. Kur Ardiani i pa regjistrimet për herë të parë, u ndje fizikisht i sëmur. Aty ishte gjithçka. Muaj të tërë abuzimi psikologjik të dokumentuar me përpikëri. Fiona duke e shtyrë zonjën Elena. Duke i bërtitur asaj. Duke e penguar të hante. Duke e mbyllur në dhomë. Dhe në ditën fatale, regjistrimi tregonte Fionën duke e tërhequr zvarr zonjën Elena deri te qilari dhe duke e mbyllur në ngrirës. Minuta më parë, ajo kishte fikur kamerat e brendshme të qilarit, por kamerat e jashtme kapën momentin kur ajo e çoi zonjën Elena atje. Ishte e paramenduar, tha Eduardi, duke analizuar imazhet. Ajo fikur kamerat specifike, por harroi se ato të jashtme do të vazhdonin të regjistronin. Ishte një gabim. Dhe ky gabim do t'i kushtoi shumë shtrenjtë asaj. Pavlina i çoi menjëherë regjistrimet të gjykatësi, së bashku me dëshmitë e Sanies dhe Osmanit, raportin mjekësor të spitalit dhe dëshminë e zonjës Elena. Brenda pak orësh, gjykatësi dha urdhrin e mbrojtjes urgjente, urdhëroi largimin e menjëhershëm të Fionës nga banesa dhe autorizoi hapjen e një hetimi penal. Ardiani ishte në dhomë me zonjën Elena kur Pavlina telefonoi me lajmin. Ja dolëm, Ardian. Policia po shkon në shtëpinë tënde tani për të njoftuar Fionën. Ajo do të duhet të largohet menjëherë nga banesa dhe nuk do të mund t'i afrohet nënës tënde në kërcënimin e burgimit. Por Fiona nuk reagoi si një person fajtor që dorëzohet.
Ajo reagoi si një strategjiste me përvojë që fillon një luftë. Brenda pak orësh, zyra e saj e shtypit lëshoi një njoftim zyrtar për të gjitha mediat në Tiranë. Njoftimi e pikturonte Fionën si një grua të përkushtuar që po akuzohej padrejtësisht nga një vjerë senile dhe një bashkëshort i manipuluar. Ajo pretendonte se zonja Elena vuante nga konfuzion i rënd mendor se incidenti i ngrirësit kishte qenë një aksident tragjik kur e moshuara ishte mbyllur vetë dhe se akuzat për abuzim ishin një përpjekje për të shkatëruar reputacionin e saj. Gjithmonë ja kam kushtuar jetën time kujdesit për më të cenuarit përmes punës sime sociale, thuaj në njoftim. Është shkatëruese të akuzohesh rrejshëm pikërisht për llojin e mizorisë që i kam kushtuar jetën time për ta luftuar. Kam besim se e vërteta do të dalë në shesh dhe emri im do të pastrohet nga kjo shpifje. Mediat shpërthyen. Reporterët u vendosën përballë spitalit dhe vilës në Lundër. Rasti u bë kryetitull në gazetat kryesore. Rrjetet sociale u ndan midis atyre që mbronin Fionën duke cituar veprat e saj bamirëse dhe atyre që besonin të zonja Elena. Ardianit ju desh të punsonte roje sigurie për të penguar reporterët të hynin në dhomën e nënës së tij. Fiona dha intervista duke qarë për programe televizive, gjithmonë e veshur në mënyrë të patëmet, gjithmonë me atë shprehje dhimbjeje dhe indinjate. Ajo ishte e mirë. Shumë e mirë. Dinte saktësisht si të punonte me kamerat, si të modulonte zërin, si të dukej njëkohësisht e fortë dhe e viktimizuar. Njëkohësisht filluan të qarkullonin thashetheme dashakeqe për Ardianin. Blogjet e thashethemeve publikonin histori për tradhtinë e tij të supozuar, për probleme financiare, për temperamentin e tij shpërthyes. Ishte qartësisht një fushat e koordinuar për të shkatëruar besueshmërinë e tij. Miqtë e Fionës në rubrikat sociale publikonin tekste duke e mbrojtur atë, duke vënë në dyshim motivet e Ardianit, duke lënë të kuptohet se ai donte të merrte pasurinë e saj. Është një luftë e ndyrë, tha Pavlina gjatë një takimi në zyrën e saj. Ajo po përdor të gjitha armët që ka. Por ne kemi diçka që ajo nuk e ka. Ne kemi të vërtetën. Dhe kemi prova. Seanca paraprake u caktua për 2 javë më vonë. Ndërkohë, zonja Elena u lirua nga spitali me rekomandimin për ndjekje psikologjike intensive. Ardiani e çoi në një apartament që e mori me qira në një lagje të qetë, larg vilës, larg kamerave, larg Fionës. Sania u kthye të punonte për ta, tani jo vetëm si guvernante, por si shoqëruese e vazhdueshme e zonjes Elena. Kur më nuk do të lë vetëm, i premtoi Ardiani nënës së tij. Kur më nuk do ta vendos punën para teje. Kur më. Zonja Elena buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e trishtuar. Ti nuk kishe faj, biri im. Ajo ishte shumë e mirë në mashtrimin e njerëzve. Por Ardiani e dinte se kishte faj. Jo për ligësinë e Fionës, por për verbërinë e tij. Për zgjedhjet që bëri. Për mungesën që kultivoi. Për nënën që neglizhoi në emër të ambicies dhe suksesit. Ai i kaloi 2 javët e ardhshme duke riorganizuar plotësisht jetën e tij. Kërkoi leje pa afat nga puna. Kur shefi u përpoq të argumentonte, Ardiani thjesht tha, po thuaj se humba nënën time për shkak të kësaj pune. Nuk do të lejoj që kjo të ndodhë përsëri. Dhe e mbylli telefonin. Prioriteti i tij tani ishte tjetër. Ishte të ishte i pranishëm. Ishte të mbronte. Ishte të siguronte drejtësi. Dhe kur seanca më në fund erdhi, Ardiani ishte gati të përballej me Fionën ballë për ballë dhe të bënte që e gjithë bota të dinte se kush ishte ajo në të vërtetë. Gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë ishte e rrethuar nga reporter, kamera dhe kureshtar kur Ardiani mbërriti në mëngjesin e seancës. Ndërtesa imponuese me kolonat dhe shkallët e saj të gjera, dukej edhe më kërcënuese nën qiellin gri të Tiranës. Blicet shpërthyen sapo makina e tij ndaloi. Mikrofona i u drejtuan atij. Zëra bërtisnin pyetje të njëkohshme, duke krijuar një kaos shurdhues. Zoti Krasniqi, a është e vërtetë se gruaja juaj u përpoq të vriste nënën tuaj? Apo kërkoni pasurinë e saj? A është zonja Elena në gjendje të dëshmojë? Ardiani i injoroi të gjitha pyetjet, duke mbajtur kokën ulur ndërsa rojet e sigurisë hapnin rrugë përmes turmës. Pranë tij, zonja Elena ecte e mbështetur në krahun e tij, e veshur me një komplet të thjeshtë por dinjitos, flokët e bardhë të mbledhur në atë topuz që nuk e kishte bërë që para se të ndodhte gjithçka. Ajo ishte më e fortë tani, pas 2 javësh kujdesi, ushqimi të duhur dhe terapie.
por Ardiani ende mund ta shihte frikën në sytë e saj, një frikë që ndoshta nuk do të zhdukej kurrë plotësisht. Gjithçka është në rregull, mami. Unë jam këtu. Dora Pavlina është këtu. Ti nuk je vetëm. Zonja Elena shtrëngoi krahun e të birit. E di, dashuria ime. E di. Ata hynë në ndërtesë dhe u ngjitën në sallën e gjyqit. Pavlina ishte tashmë atje duke organizuar dokumente në tryezën e saj, e veshur me një kostum gri që i jepte një pamje njëkohësisht profesionale dhe amësore. Pranë saj, Eduard Shreli kontrollonte diçka në laptop, ndoshta regjistrimet që do të paraqiteshin. Sania dhe Osmani ishin ulur në stolat e dëshmitarëve, të dy dukshëm nervoz por të vendosur. Në anën tjetër të sallës, Fiona ishte ulur pranë 3 avokatëve të saj. Ajo kishte veshur një fustan blu të errët diskret, flokët bjond të lëshuar në val të buta, grim të lehtë që e bënte të dukej njëkohësisht e cenueshme dhe e fortë. Kur Ardiani dhe zonja Elena hyn, Fiona i shikoi me një shprehje që përziente përbuzje dhe diçka që mund të ishte lëndim. Ajo ishte një aktore e mirë, Ardiani duhej ta pranonte. Nëse ai nuk do ta dinte të vërtetën, nëse nuk do t'i kishte parë regjistrimet, ndoshta ende do ta besonte. Gjykatësi, Marcel Dervishi, ishte një burr rreth të 60-tave, i njohur për ashpërsinë dhe pançmërinë e tij. Ai hyri nga dera anësore dhe të gjithë u ngritën. Seanca u hap zyrtarisht. Pavlina filloi duke paraqitur çështjen në mënyrë metodike dhe shkatëruese. Së pari, thiri doktoreshën Besa Hoxha, e cila detajoi gjendjen në të cilën zonja Elena mbërriti në spital, hipotermi e rëndë, dehidratim, kequshqyrje, mavijosje të shumta në faza të ndryshme shërimi. Çdo fjalë e mjekes ishte si një goditje çekiçi, duke ndërtuar një portret të pamohueshëm të abuzimit të zgjatur. Avokatët e Fionës u përpoqën të vinin në dyshim diagnozën, duke sugjeruar se mavijosjet mund të kishin shpjegime të tjera, se të moshuarit ishin natyrshëm të brishtë. Por doktoresha Besa nuk u lëkun. Nuk janë mavijosje aksidentale, tha ajo me vendosmëri. Janë lëndime që përputhen me agresion të qëllimshëm dhe lidhje të detyruar. Kam parë shumë raste të abuzimit të moshuarve në karrierën time. Ky është një nga më të qartët që kam hasur ndonjëherë. Më pas, Mariana Leka, punonjësja sociale, dëshmoi për shenjat psikologjike të traumës që paraqiste zonja Elena, frika e tepruar, vështirësia për të bërë kontakt me sy, mënyra se si të kurej kur përmendeshin tema të caktuara. Gjithçka tregonte për një viktim të abuzimit sistematik dhe të zgjatur. Kur erdhi radha e Sanijes, ish guvernantja u ngjit në tribun me duart që i dridheshin. Por kur filloi të fliste, zëri i saj u bë i fortë, i ushqyer nga indinjata e akumuluar e muajve të heshtjes së detyruar. Unë shija gjithçka, tha ajo, lotët i rridhnin. Shija zonjën Fiona duke e poshtëruar zonjën Elena, duke i bërtitur, duke e shtyrë. Shija kur i fshite ushqimin, kur e mbyllte në dhomë për orë të tëra. U përpoqja të ndërhyja disa herë, por zonja Fiona më kërcënonte, thoshte se do të më pushonte pa referenca, se do të bënte që të mos gjeja kur më punë në Tiranë. Kur më në fund u përpoqja t'i tregoja zotit Ardian, ajo shpikua të historinë e vjedhjes dhe më dërgoi larg. Avokatët e Fionës sulmuan ashpër. Sugjeruan se Sania po shpikte historinë nga hakmarrja, se ishte një punonjëse e pakënaqur që kërkonte para. Por Sania e mbajti versionin e saj, e palëkundur. Osmani, kopshtari, konfirmoi gjithçka që kishte thënë Sania. Ai kishte parë më pak, pasi punonte kryesisht jashtë, por episodet që dëshmoi ishin po aq shqetësuese. Një herë e pa Fionën duke e tërhequr zvarr zonjën Elena nga flokët. Një herë tjetër e dëgjoi të moshuarën duke u lutur për ujë ndërsa Fiona qeshte. Por momenti vendimtar erdhi kur Pavlina kërkoi leje për të paraqitur regjistrimet e kamerave të sigurisë. Salla ra në heshtje absolute ndërsa dritat u fikën dhe ekrani i madh u ndez. Ardiani i mbajti dorën nënës së tij ndërsa imazhet filluan të shfaqeshin. Ai i kishte parë ato 10 herë gjatë përgatitjes së çështjes, por çdo herë ishte si një therrje e re. Të shihej personin që kishte dashur, me të cilin ishte martuar, me të cilin kishte ëndërruar të ndërtonte një jetë, duke i bërë atë gjë nënës së tij. Ishte e padurueshme. Regjistrimet tregonin gjithçka. Fiona duke e shtyrë me forcë zonjën Elena. Fiona duke bërtitur fyrje të tmerrshme ndërsa e moshuara qante. Fiona duke e penguar të hante, duke hedhur pjatën e ushqimit në plera ndërsa zonja Elena lutej. Fiona duke e mbyllur në dhomë dhe duke dalë, duke e lënë të moshuarën të godiste me dëshpërim derën.
por regjistrimi më shkatërues ishte ai i ditës së ngrirësit. Edhe pas të brendshëm, imazhet e jashtme tregonin qartë Fionën duke e tërhequr zvarr zonjën Elena deri te qilari. Tregonin shprehjen e tmerrit në fytyrën e të moshuarës. Tregonin Fionën duke mbyllur derën me një dri dhe duke futur Chelsin në xhev. Dhe pastaj, minuta më vonë, tregonin Fionën duke u kthyer në dhomën e ndenjes, duke marrë një gotë verë dhe duke ulur qetësisht në divan për të parë televizor, sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Kur dritat u ndezën sërish, kishte lot në shumë fytyra në sallë. Disa nga reporterët që kishin arritur të hynin fshinin syt në mënyrë diskrete. Gjykatësi Dervishi kishte një shprehje të zymë. Doktoresh Pavlina, a janë këto regjistrime autentike? Pyeti ai. Po, shkëlqesi. Kemi ekspertizën teknike që konfirmon se nuk ka pasur asnjë lloj redaktimi apo manipulimi. Tekniku që instaloi sistemin është gjithashtu i disponueshëm për të dëshmuar, nëse është e nevojshme. Gjykatësi bëri me kokë. Nuk do të jetë e nevojshme. Imazhet flasin vetë. Avokatët e Fionës u përpoqën të argumentonin se regjistrimet ishin jashtë kontekstit, se nuk tregonin të gjithë historinë, se zonja Elena mund t'i kishte provokuar këto reagime. Por ishte tepër vonë. Dëmi ishte bërë. E vërteta ishte aty, e pamohueshme dhe brutale. Kur më në fund erdhi radha e Fionës për të dëshmuar, ajo u ngjit në tribun me kokën lart, ende duke ruajtur atë fasadë dinjiteti të lënduar. Avokati i saj kryesor, Dura Agim Basha, drejtoi një marrje në pyetje të përgatitur me kujdes ku Fiona e pikturoi veten si një grua të përkushtuar që u përpoq maksimalisht të kujdesej për një vjerë të vështirë dhe mendërisht të paqëndrueshme. Unë e doja zonjën Elena, tha ajo, zëri i dridhej nga emocioni i rrem. Bëra gjithçka që munda për ta bërë atë shtëpi të rehatshme për të. Por ajo ishte gjithnjë e më konfuze, gjithnjë e më agresive. Nuk dija më si të veproja. Dhe po, e pranoj se humba durimin disa herë. Kush nuk e ka humbur? Por kur, nuk u përpoqa ta lëndoja me qëllim. Dhe episodi i ngrirësit, pyeti avokati i saj. Ishte një aksident i tmerrshëm. Zonja Elena ishte e agjituar atë mëngjes, duke thënë se donte të riorganizonte qilarin. Unë isha e zënë me punë dhe i thash se nuk ishte një moment i mirë, por ajo këmbënguli. Kur shkova të kontrolloja më vonë, e gjeta derën të mbyllur. Ajo duhet të jetë mbyllur aksidentalisht nga brenda. Menjëherë thira ndihmë dhe e çova në spital. Isha e dëshpëruar. Ishte një histori e ndërtuar mirë. Nëse nuk do të ishin regjistrimet, mund të ishte edhe bindëse. Por ishin regjistrimet. Ishin provat. Ishte e vërteta. Kur erdhi radha e Pavlinës për të bërë kundërpyetjet, ajo u ngrit ngadalë, mori një tablet dhe eci derisa u ndal përballë Fionës. Zonja Fiona, ju thatë se ishte një aksident. Por kamerat tregojnë qartë ju duke e tërhequr zvarr zonjën Elena deri te qilari dhe duke mbyllur derën me një dri. Si e shpjegoni këtë? Fiona hezitoi për herë të parë. Unë po përpiqesha ta qetësoja. Ajo ishte shumë e agjituar. Ta qetësonit duke e mbyllur në një ngrirës industrial për 6 orë? Nuk ishin 6 orë. Ishin maksimumi 2. Raporti mjekësor konfirmon se ishin midis 4 dhe 6 orë, bazuar në ashpërsinë e hipotermisë. Po thoni se mjekët gënjyen? Jo, unë u ngatërova me orën. Pavlina i tregoi tabletën Fionës. Këto janë mesazhet tuaja të asaj dite. Në orën 14:30 ju i keni shkruar një shoqëje duke thënë, dhe citoj, më në fund do të kem paqe në këtë shtëpi. Problemi do të zgjidhet sot. Çfarë doni të thoshit me këtë? Fytyra e Fionës u zbe. Nuk e mbaj mend këtë kontekst. Ndoshta po flisja për diçka tjetër. Për çfarë gjëje tjetër? Ju e mbyllët zonjën Elena në ngrirës në orën 13:20, siç tregojnë kamerat. Një orë më vonë, shkruat këtë mesazh. Duket mjaft i qartë konteksti. Po shtrembëron gjithçka. Zëri i Fionës u bë më i mbret, duke humbur atë kontrollin e kujdesshëm. Unë po paraqes vetëm fakte, zonja Fiona. Fakte të dokumentuara, të regjistruara dhe të provuara. Pavlina u kthye në tryezën e saj dhe mori një dokument tjetër. Gjithashtu zbuluam diçka interesante duke hetuar historikun tuaj. Para se të martoheshit me Ardianin, ju keni punuar si kujdestare e një zotërie të moshuar në Durrës. Emri i tij ishte Anton Malaj.
Ai ndërroi jetë në rrethana të dyshimta 6 muaj pasi ju filluat të punonit për të. Familja e tij madje hapi një hetim, por përfundimisht u mbyll për mungesë provash. Dëshironi të komentoni për këtë? Avokatët e Fionës shpërthyen në kundërshtime duke pretenduar se kjo ishte e parëndësishme për çështjen aktuale. Por dëmi ishte bërë. Fara e dyshimit ishte mbjell. Fiona nuk ishte një grua që humbi durimin një herë. Ishte dikush me një model, një histori. Gjykatësi goditi me çekiç. Rregull. Doktoresh Pavlina mbani fokusin në çështjen aktuale. Po, shkëlqesi. Pavlina u kthye sërish nga Fiona. Pyetja e fundit, zonja Fiona. Pse e bëtë këtë? Pse të lëndonit një zonjë të moshuar të pambrojtur që kur nuk ju bëri asnjë të keqe? Fiona e shikoi me urrejtje të pastër. Dhe pastaj diçka brenda saj u thye. Ndoshta ishte pesha e gënjeshtrave, ndoshta ishte zhgënjimi i të parit planin e saj të përsosur të shembej, ndoshta ishte thjesht arrogancë. Por ajo e lëshoi të vërtetën si helm. Sepse ajo ishte në rrugën time. Zëri i bëri jehon në sallë. Sepse ajo shtëpi ishte imja, ajo jetë ishte imja, dhe ajo u shfaq dhe prishi gjithçka. Gjithmonë në mes, gjithmonë duke kërkuar vëmendje, gjithmonë duke e bërë Ardianin të ndiej fajtor. Unë punova vite për të ndërtuar atë marrëdhënie, për të pasur akses në ato para, në ato lidhje, dhe ajo po shkatëronte gjithçka. Po, unë e mbylla në ngrirës. Dhe e dini çfarë? Doja që ajo të vdiste atje. Doja që të zhdukej për gjithmonë. Heshtja që pasoi ishte absolute. Edhe avokatët e Fionës dukeshin të tronditur. Ajo e kuptoi tepër vonë se çfarë kishte bërë. Vuri duart në gojë, sytë e zmadhuar nga tmerri. U përpoq të tërhiqej, të thoshte se ishte konfuze, se nuk ishte kjo që donte të thoshte. Por ishte tepër vonë. Rrëfimi ishte bërë përpara një gjykatësi, dëshmitarëve dhe reporterëve. Gjykatësi dervishi goditi me çekiç me forcë. Rregull. Zonja Fiona, ju sapo rrëfyet publikisht tentativë vrasjeje të kualifikuar dhe tortur të personit të moshuar. Po dekretoj arrestimin tuaj preventiv të menjëhershëm. Oficer, ju lutem, bëni ndalimin. 2 polic ju afruan Fionës, e cila filloi të bërtiste dhe të rezistonte. Jo. Ju nuk kuptoni. Ajo e provokoi këtë. Ajo e meritoi. Unë nuk jam zuzari këtu. Por askush nuk po e dëgjonte. Ajo u prangos dhe u nxor jashtë sallës, ende duke bërtitur protesta të pakoherente. Blicet e kamerave shpërthyen duke dokumentuar çdo moment të rënies së saj. Ardiani përqafoi nënën e tij, e cila qante nga lehtësimi në shpatullën e tij. Mbaroi, mami. Mbaroi. Në muajt që pasuan, jeta e Ardianit dhe zonjës Elena filloi të rindërtohej ngadalë. Fiona u dënua me 12 vjet burg për tentativë vrasjeje të kualifikuar, tortur dhe keqtrajtim të personit të moshuar. Procesi u mbulua gjerësisht nga mediat duke u bërë një pikë referimi në diskutimin për abuzimin e të moshuarve në Shqipëri. Shumë viktima që më parë kishin frikë të flisnin gjetën guxim në historitë e zonjës Elena. Ardiani e shiti vilën në Lundër. Nuk mund ta shite më atë vend pa kujtuar vuajtjen e nënës së tij. Me parat, bleu një apartament komod pranë parkut të madh, me një pamje të bukur të qytetit. Zonja Elena kishte dhomën e saj, të dekoruar saktësisht siç donte ajo, me hapësirë për orkidet dhe bibliotekën e saj të vogël. Por më e rëndësishme se shtëpia e re ishte qëllimi i ri që gjetën. Ardiani përdori një pjesë të pasurisë së tij për të krijuar fondacionin Elena Krasniqi, dedikuar mbështetjes së të moshuarve viktima të keqtrajtimit. Organizata ofronte ndihmë juridike falas, ndjekje psikologjike, strehim të përkohshëm dhe programe reintegrimi social. Mariana Leka, punonjësja sociale që e para identifikoi shenjat e abuzimit, u bë drejtoresha ekzekutive e fondacionit. Sania koordinonte programin e kujdestarëve, duke trajnuar profesionistë se si të identifikonin dhe raportonin abuzimet. Eduard Shreli, hetuesi, ofronte shërbimet e tij pro bono për raste komplekse. Fondacioni u rrit përtej pritshmërive. Në 2 vjet tashmë kishte zyra në Tiranë, Durrës dhe Vlorë. I shërbente më shumë se 1000 të moshuarve në vit. Arriti miratimin e ligjeve më të rrepta kundër abuzimit të moshuarve. U bë referencë kombëtare.
Zonja Elena, nga ana e saj, lulëzoi në mënyra që Ardiani kur nuk I kishte imagjinuar të mundshme. Ajo filloi të ndiqte kurse pikture, duke zbuluar një talent artistik që nuk e dinte se e kishte. Telajot e saj, plot ngjyra të gjalla dhe forma abstrakte, ekspozoheshin në galeritë e fondacionit. Ajo gjithashtu merrte pjesë në grupe mbështetëse, duke ndarë historinë e saj me viktima të tjera, duke ofruar atyre të njëjtën shpresë që një ditë I ishte ofruar asaj. Buzëqeshja u kthye në fytyrën e saj. Makthet ende vinin ndonjëherë, por gjithnjë e më të rralla. Dhe sa herë që zgjohej e frikësuar, Ardiani ishte aty. Gjithmonë I pranishëm. Gjithmonë I vëmendshëm. Duke kompensuar vite mungese me vite pranie. Ardiani kur nuk u kthye në multinacionale. Zbuloi se nuk I mungonte ajo botë biznesi e pamëshirshëm dhe prioritetesh të shtrembëruara. Puna e tij tani kishte kuptim të vërtetë. Çdo I moshuar që fondacioni ndihmonte, çdo familje që arrinte të rilidhej, çdo abuzues që çohej para drejtësisë, e gjithë kjo vlente më shumë se çdo kontratë milionere. Ai gjithashtu gjeti kohë për veten. Filloi të vraponte në mëngjes në parkun e madh. U kthye të lexonte libra për kënaqësi, jo vetëm raporte biznesi. Bëri miq të rinj, njerëz të sinqertë që kujdeseshin për të siqenie njerëzore, jo si një ekzekutiv I suksesshëm. Dhe për herë të parë në dekada, u ndje vërtet I lumtur. 3 vjet pas ditës fatale në ngrirës, Fondacioni Elena Krasniqi organizoi galan e tij të parë bamirëse. Eventi u mbajt në Hotel Plaza, duke mbledhur biznesmen, artist, politikan dhe aktivist. Paratë e mbledhura do të përdoreshin për të zgjeruar operacionet e fondacionit në 5 qytete të tjera. Zonja Elena, në moshën 75 vjeçare, u ngjit në skenë për të mbajtur fjalimin kryesor. Ajo kishte veshur një fustan blu elegant, flokët e bardhë të krejur në një topuz modern, dhe kishte një dritë në sytë e saj që nuk ekzistonte më parë. Ardiani e shikonte nga rreshti I parë, zemra I mbushej me krenari. 3 vjet më parë, filloi ajo, zëri I fortë I bënte jehon nëpër sallë, isha e mbyllur në një vend të errët dhe të ftohtë, e bindur se jeta ime kishte mbaruar. E bindur se askush nuk do të vinte të më shpëtonte. Por biri im erdhi. Ai e dëgjoi klithmën time për ndihmë përmes kontinenteve dhe la gjithçka për të më kërkuar. Dhe me këtë, ai nuk shpëtoi vetëm jetën time. Ai shpëtoi shpirtin tim. Ajo bëri një pauzë, duke fshirë në mënyrë diskrete një lodh. Por ai shpëtim nuk mbaroi në spital. Ai mbaron çdo ditë, në çdo përqafim që shkëmbejmë, në çdo mëngjes që ndajmë, në çdo bisedë që kemi. Ai mbaron këtu, në këtë fondacion, sa herë që ndihmojmë një person tjetër të shpëtojë nga errësira. Sepse fitoria e vërtet mbi abuzimin nuk është vetëm të mbijetosh. Është të transformosh dhimbjen në qëllim. Është të marrësh vuajtjen dhe ta modelosh atë në shpresë për të tjerët. Ajo shikoi direkt Ardianin. Biri im më mësoi se kur nuk është vonë për të bërë zgjedhjen e duhur. Se një jetë mund të ndryshojë drejtim në çdo moment. Se dashuria e vërtet nuk është të jesh gjithmonë I pranishëm, por të jesh I pranishëm kur ka më shumë rëndësi. Dhe se guximi nuk është të mos kesh frikë. Është të kesh frikë dhe megjithatë të bësh atë që duhet bërë. Publiku duart trokiti në këmbë. Shumë qanin hapur. Ardiani u ngjit në skenë dhe përqafoi nënën e tij, atë grua të jashtëzakonshme që I mbijetoi Ferit dhe doli nga ana tjetër ende aftë të donte, të falte, të ndihmonte. Faleminderit, mami, I pëshpëriti ai në vesh. Që më mësove se çfarë ka vërtet rëndësi. Ajo buzëqeshi, duke I mbajtur fytyrën mes duarve. Jo, biri im. Faleminderit ty që më kujtove se gjithmonë ka dritë pas errësirës. Se gjithmonë ka shpresë pas dëshpërimit. Dhe se dashuria e një familjeje mund të shërojë edhe plagët më të thella. Atë natë, ndërsa gala vazhdonte me muzikë dhe festime, Ardiani doli në balkon dhe shikoi qiellin me yje mbi Tiranë. Mendoi për gjithçka që kishte humbur në këto vite. Martesën, karrierën marramendëse, jetën që mendonte se donte. Dhe kuptoi se nuk I mungonte asgjë nga këto. Sepse kishte fituar diçka pafundësisht më të vlefshme. Kishte fituar nënën e tij përsëri. Kishte fituar një qëllim. Kishte fituar veten. Vila në Lundër, që dikur ishte skena e vuajtjes së heshtur, tani ishte bosh, duke u përgatitur për të bërë një nga qendrat e strehimit të fondacionit. Së shpejti, ato mure që dëshmuan aq shumë dhimbje do të dëshmonin gjithashtu shërim dhe rinovim.
Dhoma ku zonja Elena mbyllej do të bëhej një dhomë terapie. Qilari me ngrirësin do të shembej dhe do të zëvendësoj me një kopsht terapeutik. E keqja do të transformohej në të mirë. Dhe Fiona? Ajo po vuante dënimin në burgun e grave Ali Demi. Ardiani nuk e vizitoi kur më. Jo nga hakmarrja, por sepse ai kapitulli i jetës së tij ishte mbyllur. Ajo nuk kishte më pushtet mbi të apo mbi nënën e tij. Ishte thjesht një grua që paguante për zgjedhjet e saj, një kujtesë se veprimet tona gjithmonë kanë pasoja. Kur Ardiani u kthye brenda në sallë, e gjeti zonjën Elena të rrethuar nga njerëz. Të moshuar që fondacioni i kishte ndihmuar, vullnetar, donator, të gjithë donin të falënderonin, të gjithë donin të tregonin se si ajo organizat kishte ndryshuar jetët e tyre. Dhe nëna e tij e priste secilin me atë buzëqeshje të butë, atë përqafim të ngrohtë, atë aftësi të pafund me empatie që as abuzimi nuk arriti ta shkatëronte. Ardiani mbeti duke vëzhguar nga larg për një moment, duke e gdhendur atë skenë në kujtesë. Nëna e tij, rrezatuese dhe e fortë. Sania pranë saj, besnike si gjithmonë. Mariana, duke koordinuar në mënyrë diskrete detajet e eventit. Eduardi, duke biseduar me hetues të mundshëm vullnetar. E gjithë ajo rjet njerëzisht të mirë, të bashkuar nga një qëllim i përbashkët. Dhe kuptoi se ky ishte përkufizimi i vërtet i suksesit. Jo kontrata milionere apo titull mbresëlënës në kartë vizita. Por të bësh një ndryshim real në jetën e njerëzve. Të mbrosh të cenuarit. Të transformosh tragjedin në triumf. Të ndërtosh diçka që do të zgjaste për te jetës tënde. Udhëtimi kishte qenë i dhimbshëm. Rruga kishte qenë e pjerrët. Por në fund, ja vlente çdo lot, çdo natë pa gjumë, çdo moment frike dhe pasigurie. Sepse ja ku ishin ata, në anën tjetër, jo vetëm të mbijetuar, por fitimtar. Jo vetëm të shëruar, por transformues. Errësira e vjetër e vilës, që pothuajse i konsumoi, u bë drita që tani ndriçonte rrugën për të tjerë të panumër. Dhe në këtë sallë plot shpresë dhe rinovim, të rrethuar nga njerëz që provonin çdo ditë se e mira mund ta mposhtë të keqen, Ardiani më në fund kuptoi mësimin më të madh të gjithave. Historia e tyre kur nuk ishte për shkatërimin. Ishte gjithmonë për rilindjen. Për shanset e dyta. Për fuqinë shpenguese të dashurisë së vërtetë. Dhe për mënyrën se si, edhe në momentet më të errëta, gjithmonë ka një zgjedhje. Zgjedhja për të dorëzuar apo për të luftuar. Për të lënë të keqen të fitoj apo për ta transformuar atë në diçka të mirë. Ata zgjodhen të luftonin. Zgjodhen të transformonin. Zgjodhen të fitonin. Dhe në proces nuk shpëtuan vetëm një jetë. Shpëtuan mijëra. Dhe do të vazhdonin të shpëtonin për shumë vite të tjera, një të moshuar të cenueshëm në një kohë, një familje të ribashkuar në një kohë, një histori shprese në një kohë. Sepse në fund, kjo është ajo që na përcakton se kush jemi. Jo tragjeditë që na ndodhin, por ajo që zgjedhim të bëjmë me to. Jo sa thellë biem, por sa lart arrijmë të ngrihemi. Jo errësira me të cilën përballemi, por drita që vendosim të jemi për të tjerët. Dhe drita e fondacionit Elena Krasniqi do të vazhdonte të shkëlqente, e fortë dhe e vazhdueshme, duke ndriçuar rrugën për të gjithë ata që ishin ende të bllokuar në errësirën e tyre, duke u kujtuar atyre se ka shpresë, ka drejtësi dhe ka gjithmonë një rrugë kthimi për në shtëpi. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Ardianit dhe zonjës Elena të ketë prekur thellë zemrën tuaj. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim dhimbjeje, guximi dhe rilindjeje, lini pëlqimin tuaj tani, abonohuni në kanal për të mos humbur asnjë histori dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë në këtë rrëfim. Ishte forca e zonjës Elena? Transformimi i Ardianit? Drejtësia që u vu në vend? Çdo ditë sjellim histori intensive dhe tërheqëse si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që tregojnë se si dashuria mund të triumfojë mbi mizorinë dhe se si shpresa mund të lindë edhe në vendet më të errëta. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do të luajë me emocionet tuaja dhe do t'ju bëjë të reflektoni për jetën. Deri atëherë, mos harroni, lini pëlqimin tuaj, abonohuni dhe ndani këtë histori me çdo që mendoni se ka nevojë ta dëgjojë. Shihemi së shpejti.